Përshëndetje, po fillojmë intervistën e radhës në pragndeshje me Partizanin në arenën e Demave, ndeshjen e kthimit të gjysmëfinales Kupës së Shqipërisë. Skuadra vjen shumë shpejt mbas ndeshjes me një kalendar të ngjeshur, por më shumë fjalën e ka trajneri Tetova, pyetje për ju. Profesor Tetova, si e keni lexuar ndeshjen e parë gjysmëfinale të humbur 1-0 ndaj Partizanit dhe çfarë do të ndryshoni në kthim? Përshëndetje. Sigurisht që është një ndeshje që po themi ekipi ka bërë mirë në lojë, në raste, po jo në rezultat. Do mundohemi të jemi më racional në ndeshjen e dytë. Do të jemi të kujdesshëm sepse nuk ka më ndeshje kthimi, kështu që gjithçka mbaron. Pavarësisht humbjes 1-0 në shtëpi, në gjysmëfinalen e parë ju keni shfaqur optimizëm. Çfarë ju bën të besoni tek përmbysja ndaj Partizanit? Mendoj që kam një grup lojtarësh që dinë se ç'është vështirësia, dinë se ç'është rezultati në disavantazh dhe shpresoj shumë tek grupi që kam. A do të ketë ndryshime në formacionin startues të Egnatias apo në mënyrën e lojës për ndeshjen e kthimit? Atëherë lajmi i mirë është që është kthimi i Xhemailit edhe Sotës. Nuk është se kemi vendosur gjë akoma sot, sepse siç e tham janë dy ditë shumë afër ndeshje të ngjeshura me njëra tjetrën, kështu që sot do të shikojmë diçka. Si është gjendja fizike dhe psikologjike e skuadrës suaj në prag të kësaj sfide vendimtare që vlen për finalen e Kupës së Shqipërisë? Atëherë, po themi jemi në 99.9% të konkludimit të kampionatit, jemi në vend parë, gjendja psikologjike e lojtarëve është optimale, kështu që mendojmë vetëm ndeshjen gjysmëfinale nesër. Në gjysmëfinalen e parë u pa një Egnatia më e kujdesshme. A do të shohim një skuadër më sulmuese këtë herë, çka e dikton edhe nevoja për ta përmbysur rezultatin? Mendoj që Egnatia nesër do të jetë çdo gjë strategji. I keni humbur dy ndeshjet e fundit me Partizanin, ndonë se i keni dominuar me lojë. Rezultati është vendosur nga 2 penallti. Si e lexoni këtë situatë ndaj Partizanit dhe çfarë mesazhi ju jepni lojtarëve për të shmangur epilog të ngjashëm? Nuk është reale ajo që ka ndodhur. Mendoj që kemi pas shumë efektivitet në lojë me raste. Mendoj që vetëm për diçka për lojtarët e mi është rregullimi i shinjesës. Me siguri keni analizuar dobësitë e Partizanit. Cilin aspekt të lojës së kundërshtarit do kërkoni të shfrytëzoni? Mendoj, siç e thash, është strategji dhe çdo gjë do të shikohet nesër. Sa e rëndësishme është për ju personalisht dhe për klubin të arrini në finalen e Kupës së Shqipërisë, apo objektiv kryesor mbetet mbrojtja e titullit kampion? Mendoj përderisa jemi fituesit e 3 trofeve, mendojmë të kemi vazhdimsi, jemi ndërtuar për trofet, kështu që mendoj që të kemi vazhdimsi dhe nesër. Faleminderit. Faleminderit juve.